spajat e Grand Lufafa ka funksionuar mirë, pëlqejnë njerëzit. Për herë gjatë kjo ka qenë domethënë si aseti që më ka bërë mua që hoteli të punoj, sepse vinë domethënë dhe pëlqejnë pishinë. Po vinë edhe në kohë kur ndoshta koha nuk është e mirë, edhe ka funksionuar mirë. Personel, sa punëson, sa njerëz punëson? Mbaj mend që kishe një vështirësi të madhe për personelin. Ende domethënë çdo vit, atë domethënë po vret që çdo vit në punësimi i njerëzve është shumë problematik, sepse ne duke qenë biznes sezonal e kemi edhe të pamundur, sepse nëse kemi 600 persona, 700 persona gjatë sezonit, në gjatë kohës së jashtë sezonit, domethënë unë mbaj 250 persona që i mbaj edhe pse s'kam punë, por do t'i mbaj sepse t'i kem si bërtham për vitin tjetër, kurse 300-400 tjerë i marrë çdo vit dhe është shumë më vështirë për rekrutimin. Çdo vit domethënë vinë duke u vështirësuar sepse vinë fëmijë, domethënë nxënësa shkollat që sa kanë mbaruar shkollën e mesme ose janë student, por janë të patrajnuar. Po bëhet një, domethënë sepse këta një duke qenë të patrajnuar është merita dhe vlera e të gjithë sipërmarrësve të hotelerisë që i trajnojnë këta njerëz. Vinë me zero trajnim, me zero eksperiencë pune dhe trajnohen aty. Edhe tani pretendoj që nuk u aplikua si vjet, por vitin tjetër domethënë nuk do pagojnë as sigurimi shoqëror shëndetësor, do të jenë vetëm 1000 lekë. Domethënë është një vendim qeverie, domethënë që këta lloj punojësish, domethënë s'kam pse të paguajnë sepse këta trajnohen, duhet të paguhemi ne për këta sepse i trajnojmë, domethënë për herë të parë. Të paktën një vit ose 2 vjet, domethënë që punojnë për herë të parë për këto hotelet tona. Kjo më ka bërë përshtypje, thotë mungesa e trajnimit nëpër lokalet shqiptare ku shkon. Unë kam mbaruar për tregti, ekonomisë për tregti dhe na thuaj aty që çdo gjysmore banakjeri ose kamarieri duhet futet mbrapa të shikojë se mos kanë ndonjë qime, mos kanë ndonjë gjë në fytyrë të kruhet nëse do të kruhet, po mos kruhet në sy të klientit, këtu dhe pastaj kap filxhanin me duar dhe vendos në kjo po kap një aspekt shumë të thjeshtë, domethënë ajo mungesa e higjienës në personelin ton që e bën turizmin pak më të vështirë. Ndërkohë që të ty kanë bën në re edhe një staf profesional, po kanë bërë edhe drejtuesët, menaxherët, domethënë e ke kaluar atë stadin ku pronari i bën të gjitha i rrit e koka, por ke caktuar menaxher të mirë, sa kam rënë. Absolutisht, domethënë sepse kjo punë transferohet, se s'mund të mbash ti përgjegjësi, domethënë ti bësh gjitha punët vet. Është ajo shpreha e famshme që ti mund të delegosh punë, po jo përgjegjësi, përgjegjësia është e imja, po punë ti kemi deleguar dhe për fatin tim të mirë, domethënë unë kam me 10 punojës të cilët ka fituar një eksperiencë 5-6 vjeçare, 10 vjeçare duke punuar me ne, që ata janë baza më shëndetshme e Fafa Group, domethënë, por është problemi thashë hasim jashtë sezonit turistik, domethënë në sezonin turistik që rritet numri i personelit dhe ne jemi detyruar marrim të huaj, marrim nxënësa shkollat siç të thash, edhe kemi shumë të vështirë domethënë për pjesën shtesë, thash, nëse kemi 250 gjatë gjithë vitit, që këta janë ata që janë domosdoshmë profesionistë, dhe këta janë trajnuesit e grupit tjetër, domethënë që janë më të janë bërthama e Fafës. Edhe shqyqy që i kanë, thash, ndihemi përkthjelur, domethënë që janë të më mirë kuptojnë, dinë mbajnë përgjegjësi, sepse kjo është punë. E shohin si familje, domethënë, nuk e shohin si punë. Patjetër, punojësit na bërë si ata janë pjesë e familjes madhe, kemi familjen e vogël, familje e madhe janë ata, unë nuk i konsideroj punojësit. Imagjino nëse Adas ma merr pjesë në ditë. Jo, po, unë nuk i konsideroj ata si që unë mund bëj pagesën edhe jemi këtë marrëdhënie. Jemi marrëdhënie çdo lloj problemi që kanë ata është dhe problemi im. Edhe kështu ka funksionuar dhe kështu do funksionoj sa të jem unë, patën, sepse një njeri që më jep kontribute për kompaninë time patjetër, përveç pagës që e ka djersën e vet, domethënë do dhe një farë ngrohtësie, sepse njerëz kemi probleme, kemi halle. Edhe mendoj që konsiderojmë tamam si një familje e madhe aty. Kam marrë dikur, kam pasur pjesë të panelit vajzën tuaj. Mendoj që edhe ajo ka qenë një menaxhere e zonja. Vazhdon të ndihmon?
Absolutisht, domethënë ajo është CEO e kompanisë, domethënë ajo i ndjek. Unë jam te pjesa e ndërtimit, te pjesa e mëdha, te pjesa e shërbimeve, pothuajse 100%. Ti ke filluar tani si padrino, jo padrino, jemi të gjithë bashkë, e kupton? Edhe ajo është gjëja që të gjithë domethënë drejtimi e asaj që drejtimin domethënë ne të gjithë si familje kemi një drejtim shikimi domethënë drejt bërjes së asaj gjës së dur. Ajo drejton kompaninë, është me eksperiencë tashmë se po bën mbi 10 vjet domethënë që e drejton kompaninë, i di të gjitha hallkat, të gjitha pikat e shëndetshme dhe pikat e dobta të kompanisë. Mundohemi të përmirësohemi, kjo është ideja, që çdo vit mundohemi të përmirësohemi, sepse nëse pretendojmë që të paguhemi më shumë, duhet të bëjmë shërbime më të mëdha. Ndryshe pastaj bie që të zvogëlohemi, shërbimet janë ato që na mbajnë, do të karikuar dhe na mbajnë si konkurrent, domethënë me gjithë kompanitë, me gjithë bashkëpunëtorët, sepse është shumë e vështirë që ne të rrisim çmimet e tyre. Edhe pse kemi shumë të drejtë, domethënë, por ne dihet botërisht puna jonë, domethënë gati 25% ne humbasim vetëm nga euro. Por ata nuk të mirë kupton sepse një europian paguhet me euro, çdo gjë ka me euro, ne kemi me lekun, por na ka mirë kuptuar dhe prandaj them që i kemi ofruar shërbime ekstra që edhe ata ta mirë kuptojnë që të rrisin pak çmime dhe të jemi në ekuilibër me njëri tjetrin. Në fakt, titulli i emisionit është Njeriu që mundi Turqinë në golem. Sepse kjo all inclusive që ke ti pak a shumë ka qenë paketa turke, ajo është edhe sot e kësaj dite. Ndërkohë e ke futur këtë lloj shërbimi dhe ajo që më bën përshtypje është që ti ke jo vetëm këtë, po ke edhe shërbimin tjetër. Për shembull, njëri do të vinë në hotel, nuk do të jetë all inclusive, do të hajë në restorantin ku është à la carte, ku keni ju mund ta, do me thënë e ke bërë dhe për shqiptarët, po kjo mua më duket revolucionare kjo all inclusive që ke bërë. Funksionon kjo, të ndihmoj, funksionoj? Unë kam qenë një klient, domethënë, si kemi lëvizur të gjithë Maltëzi, në Greqi, në Turqi shumë kohë, domethënë dhe a di sa dua të them një gjë, më fal që të ndërpres. Unë kam qenë 2 herë në Turqi, herën e dytë thash mos ma pafshin më bojnë. Ushqimi që ne mendojmë që aty është me bollëk, aty për shembull sot ti ke byftek. Si eci byfteku e merr e grinë e bën mish e bën qofte, si eci qoften ta bën kima dhe e ke nesër pas nesër makarona. Ndërkohë aty nuk ka bërë përshtypje ushqimi freskët, që domethënë nuk është ky zinxhir përpunimi që e kam gërnë ca karkalezave të saj që të keqen e sapunit kur isha në Turqi në fund. Shion, ushqimi është në të gjithë botën është delikat, nuk është se shopor për fatin tonë të mirë, domethënë kuzhinierë shqiptarë, sepse unë gati 80% kam kuzhinierë shqiptarë, marr dhe nga ata turqit që të thua ti, dhe vetë ata thonë që se çka ka një lloj shije tjetër ushqimi në Shqipëri, domethënë ka një lloj, ku di unë, domethënë edhe pëlqejnë ata vetë, domethënë shpreh që ata në fundit vinë nga një lloj industrie që edhe nga një kuzhinë shumë e mirë, kuzhina turke shumë e mirë. Dhe thonë që vetë ushqimet kanë një lloj shije, nuk po të them se